Kreu I Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi është shprehur I bindur se partia e tij do të jetë fituese e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Thaçi ka premtuar ndryshime të mëdha nëse partia e tij del fituese, edhe pse futje në qeveri e ka konsideruar si gjën më të fundit që I shkon ndërmend tani. Mendoj se kjo është gjëja e fundit që do të ndodhë në rënditjen e aktiviteteve, se ne do të jemi pjesë e qeverisë. E para që të ndodhë janë plotësisht I bindur se PD-SHEA do të fitoj bindshëm, për shkak se konkurrenti jonë politik tashmë s'ka asnjë argument dhe asnjë sqarim për këto dështime të mëdha, bile edhe gënjeshtrat janë përfunduar. Thaçi bëri këto komente para takimit të sotëm të Kuvendit Qendror të Partisë, ku edhe dorëzoi listën me emrat e mundshëm për kandidat për deputet të kësaj partie. Pas shqyrtimit, Kuvendi PD-SH-s, siç mëson Alsat, ka vendosur që në njësi 1 bartës liste të jetë deputeti aktual Bekim Fazliu, I ndjekur nga ish kandidati për kryetar komunën e Çajir, Muhamet Thaçi. Në njësin 2 bartës liste është vendosur deputeti aktual Orhan Ibrahimi, I ndjekur nga ish kandidati për kryetar komunën e Likov, Murtezan Idrizi. Në njësi numër 5, bartës liste do të jetë Zia Jonuzi, I ndjekur nga Idris Istrefi, ndërsa në njësin zgjedhore numër 6, bartës liste është kryetari I Partisë Mendu Thaçi, I ndjekur nga nënkryetari Ernat Fejzullahu, deputetja Merale Ferati, Imer Aliu, Gazmend Aliu dhe Sadie Iljazi. Zyrtarisht, emrat e kandidatëve do të publikohen gjatë ditës së nesërme.